Të nderuar përfaqësues të mediave, sot kam kënaqësinë që në Tetov këtu nga sheshi Iliria të promovojmë hapjen e kampionatit ballkanik në beach volley. Është një ndër sportet më atraktive që ka grumbulluar në Tetov 6 shtetet ballkanike dhe dikon 15 ekipe, nga të cilat 8 të konkurrencës së djemve dhe 7 konkurrencën e vajzave. Për Tetovën kjo është një event i veçantë dhe sigurisht që besojmë që në këto 3 ditë të garave ballkanike për gjeneratat ndër 22 vjet do të jetë natë e sportit ku tetovarët do të mund të kalojnë çaste të bukura dhe sigurisht besojmë dhe urojmë që të fitojë ekipa më e mirë dhe sigurisht kjo do të jetë një ndër rastet që tetovarët do ta mbajnë në mend në memorien e tyre. Danas sme tukat poštovani predstavnici na mediumite, danas është pra një ligj që është draftuar nga grup ekspertësh, sigurisht që ka pasur më shumë ekspertë dhe është e pritshme që edhe në këtë rast si në shumë raste tjera gjithë ekspertët nuk mund të pajtohen për çështje të caktuara. Ka bilen anekdot që thotë se nëse i merr 2 ekspertë të caktuar një fushë të caktuar do të kesh 3 mendime të ndryshme, kështu që ne patëm mendimin e njërit nga ekspertët i cili tregoi se ligji i plotson gjitha standardet e kërkuara dhe është i bazuar në kushtetutë edhe në sigurisht në normën e përfaqësimit adekuat të komuniteteve. Gjithashtu po i njëjti ekspert që i referoni ju tha se BDI pati 23 vite për të draftuar një ligj të tillë dhe nuk e bëri. Ne jemi krenar që në vitin e parë të qeverisjes tonë e draftuam një ligj i cili do të garantojë përfaqësimin adekuat të gjitha komuniteteve në Maqedoninë të Veriut konform kushtetutës. Po presim të kaloj shpejt. Ne do të kërkojmë edhe nga Komisioni i Venecias që të veprojnë shpejt në këtë rast për shkak se bëhet fjalë për një ligj që është i rëndësishëm sa i përket përfaqësimit dhe punësimit të komuniteteve në Maqedoninë të Veriut, që është një kategori kushtetuese, dhe unë besoj që shpejt do të kaloj gjithë ata procedura dhe pastaj i njëjti të kaloj edhe në kuvend dhe të miratohet dhe punësimi të bëhet bazuar në ligj. Faleminderit. Pra këtu jemi në një aktivitet mirë, aktivitet sportiv, kampionat ballkanik, pra komuna e Tetovës demonstron organizim ku 6 shtete janë prezente këtu në komunën e Tetovës dhe kjo do ishte mburja edhe për kryeqytete, jo për Tetovën. Uroj pra që të jenë gara të suksesshme dhe të fitojnë më i miri. Uroj që të ketë sa më shumë kështu aktivitete ku sportive, kulturore që të ngjallin pra ambientin e Tetovës. Pra, fillimet ka qenë si përfaqësues si zoti Taravari edhe me zotin Mersim Maksuti. Pra, ne duhet ta potencojmë që 30 vite nuk ka pas ligj. Këtë ka thënë zoti Mersim Maksuti që BDI ka pas rastin 22 vite të sjellë ligj, nuk e ka sjell. Ligj ideal nuk ka. Dhe edhe vërejtjet janë të mirë se ardhura, sepse ligji ka kaluar në procedurë qeveritare, duhet shkon në Komisionin e Venecias, do kthehet në parlament dhe vetëm mund ta bën ligjin edhe më të mirë. Pra nuk duhet ngarkohen qytetarët me afatin e Komisionit të Venecias, për shkak se përfaqësimi adekuat është kategori kushtetuese
e garanton kushtetuta përfaqësimin adekuat dhe po ashtu në qeverinë e tanishme Bleni ka marrëveshje politike për përfaqësim adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike dhe jo vetëm për gjatë punësimit, por edhe në avansimin e shqiptarëve të cilët janë harruar vitet e tëra.